Për 13 vjetë e gjysë sa kam burg, i kam 10 vjetë e gjysë i izoluar. Azembeta ka qenë mu në burgun e Pozharevcit. Gjatë vujtjes time në burgun e Pozharevcit, dua veç ta potencoj që një pjesë të madhe të vujtjes së dënimit unë e kam kaluar i izoluar. Më izolonin pa asgjë. Për 13 vjetë e gjysë sa kam burg, i kam 10 vjetë e gjysë i izoluar. Dhe me thonë, 3 vjetë i kam një tip i gjysmë i lirë, ku je në pavionet të tjera, ku ke të drejtën të shkosh të punosh në punëtorit e burgut. Por unë gjatë tyre 10 viteve e gjysë, në përburgje të ndryshme, po sidomos në burgun e Pozharevcit, kam lexuar shumë. Dhe me thonë, ka qenë lexues pasionanti i librave. Pjesën ndërmuese të këtyre librave kam lexuar në gjuhën serbokroate, se edhe gjuhën serbokroate e përvetësova. Për shembull, aty kam lexuar shkrimtarët botëror, të gjithë të cilët kanë qenë përkthyer në gjuhën serbokroate. Dhe ato libra, ato romane, qoftë psikologji, qoftë romane, qoftë filozofi, të cilat i kam lexuar unë gjatë vujtjes së dënimit, kur kam dalë nga burgu, ende as që kanë qenë përkthyera në gjuhën shqipe. Domethënë, shkrimtar, por kam lexuar edhe shkrimtar serb, se sinqerisht më interesante edhe periudha dhe jeta e tyre, domethënë e shkrimtarëve të serb para së gjithësh. Dhe mandej duke lexuar, hasa në një shkrim që Azembeta ka qenë mu në burgun e Pozharevcit. Dhe sidomos pavioni i 7 edhe në kohën e Azembetës ka qenë burgaj. Dhe më thonë, të njëjtin burg ku pjesa dërmuese shqiptarëve kanë kaluar në izolim, aty ka qenë edhe ai. Dhe ai ka ikur nga ai burg. Nga ai burg ka ikur. Dhe unë tash dua ta ndërlidh një. Ai ka ikur nga burgu i Pozharevcit, kurse unë në vitin 1992, atëherë kisha të vujtura 5 vjetë burg, tentuam me disa shok të ikim. Iniciatori kësaj ishte Abdullah Lohaj nga Ferizaj, dhe aty ishim unë, Abdul Gjemil Alimani dhe Abdullah Lohaj. Mënyra dhe të gjithë të menduarit e ikës ka qenë fenomenal. Dulla, duke hulumtuar në për obore të pavioneve, e ka gjetur hyrjen e kanalit të ngrohjes qendrore. Se ngrohja qendrore ka qenë brenda në burg, dhe kjo ngrohje e ngrohte edhe drejtorin jashtë mureve 6 metra. I ka hulumtuar edhe një ditë në thret. Edhe na po. Është dashur të futemi në Biruc, në shtëpinë e kulturës, e cila ka qenë brenda në mureve të burgut, të hecim një 20 minuta zhagash nëpër kanalet ku shkon gypat të nxemja, të zyrat e drejtorisë, por çdo 10 metra 15 ka pas grilat salduar. Edhe ne me sharr, se aty mund këtë periudhë kohore kur flas, kam qenë në pavionin numër 5 me Dullën dhe Abdul Gjemil Alimanin. Kishim edhe sharrë e cila pret hekurin, se aty kemi punuar në punëtoria dhe i kemi marrë. I prem të gjitha sharrat, ka pas vende ashtë ngushta që duhej barkun të tërheqë, sepse ngusht ishte, ai kanal ishte, 2 gypa kanë qenë të trash, kështu trashësi. Por kur kemi marrë edhe një 10 metra para murit, ka qenë një mur beton përballë. Muri përballë beton, poshtë beton, gypat, por anash kanë qenë tulla, e murosur me tulla. Edhe ne vendosëm që të heqim tullat, të rmihim anash, mandej të futemi në atë murin e betonit dhe të dalim mandej. Ndërmjet të tyre 2 gypave, shihej drita andej, shihej liria. Po. Edhe tash 20 minuta duhej derisa të shkonim te vendi aty. 20 minuta derisa të ktheheshim. Ne s'mundin më shumë se
20 minuta të punon me mërmi ma shumë, se aq kishim kohë që duhet me qenë jashtë. Edhe Dulla i merë, i fut në grupë edhe 2 malazez, të cilët kanë qenë nga Mali i Zi, ju kanë dukur që burrat mirë, djenë të mirë, dhe natyrisht se kanë qenë, por dikush i ka surveju ata, edhe në momentin kur kanë dalën nga aty, kanë ardhën gardianët dhe i kanë zënë në vepër duke ikur, i kanë marrë ata, i kanë izoluar në pavionin e shtatë atje, pas 1 ore erdhen u morën mua, Abdul Gjemil Alimonin, Abdullah Lohaj, Ilir në Albanin, ishte edhe një Ilir në Albanin nga Peja, ati nuk i treguam, sepse ai ishte trashallëq. Ai s'mund të futej aty. Edhe e kemi pas ndërmend mi thonë dëgjoj, eja provo, po ty nuk të nxen, se vërtet se nxita. Edhe tani kur bile nuk i tham hiç atij. Na kanë bajt 1 javë të izoluar. Ne filluam grevën e uris, mas 6 dite erdha e kryeshefja e riedukimit, ka qenë punëtore sociale, na tha që kemi dyshuar diçka, por jemi vërtetuar që ju s'keni lidhje me atë punë, nesër do dilni nga izolimi. Dolëm nga izolimi, por na shpërndan në pavione të ndryshme, jo më bashk, edhe pas 2 ditë pasi dolëm, mua dhe Abdul Gjemil Alimonin, në qershor të vitit, në shtator të vitit 92, na transferuan në Burgun e Nishit. Dhe në Burgun e Nishit, mandej na kërcënuan, thënë dëgjoni, ju nuk e pranoni, por nëse këtu tentoni të ekni, karakollet janë me automatik, do më thonë vdisni me 1 herë.